Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit të petullave. Fillimisht në njën më të madhe dhe më thellë, do të shtojmë 400 ml qumësht, por duhet për një kujdes. Qumshti duhet jetë i vakët, jo shumë i nxehtë. Vazhdojmë që brenda tani të shtojmë majën e bukës. Unë po përdor maja buke në pluhur dhe në total po përdor 10 gram. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të shtoni 20 gram. Vazhdojmë shtojmë edhe një lugë të mesme me sheqer. Sheqeri gjithmonë ndihmon në aktivizimin e majës së bukës. Përzijmë mirë dhe presim 3-4 minuta që maja të aktivizohet. Pasi e vrejmë që maja ka filluar të aktivizohet kështu pak, vazhdojmë tani që brenda tek brumi këtyre petullave ta shtojmë vetëm një vezë. Përsëri përzijmë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin dhe si gjithmonë, siç ju them, bëni kujdes me miellin. Përsëri do t'ju them ashtu. Miellin do ta shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar dhe sasia e miellit gjithmonë ndryshon varësisht nga lloji i miellit. Menjëherë shtojmë edhe një lugë të vogël me kryp dhe vazhdojmë me dorë tani duke ngjeshur dhe duke formuar një brum mesatarisht të butë. Mos e forconi shumë brumin, pra brum mesatarisht i butë. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë dhe e kam lëmuar mirë për disa minuta, derisa kam fituar një brum kështu mesatarisht të butë. Tani presim që brumi të aktivizohet, të pushojë mirë dhe të dyfishohet, ndikon preferësisht 30 deri në 40 minuta. Brumin sipër e kam uluar me një foli alumini. Dhe pas dikun 30 minutave, brumi është aktivizuar, vazhdojmë dhe e marrim tani në tavolinë dhe punojmë. Shtrojmë pak miell një herë, vendosim brumin, përsëri shtrojmë miell. Vazhdojmë tani që ta hapim brumin në një petë më të madhe, por mos e bëni shumë të hollë, që petullat mos na mbisin pastaj shumë të holla. Hapim brumin, vazhdojmë të largojmë forma rumbullake. Formën mund t'ja jepni me ndihmën e një gote ose me diçka si kjo që po i bëj unë. Largojmë anësh. Vazhdojmë tani e prejmë të brumin në të njëjtën mënyrë. Pjesët e mbetura të brumit i punojmë edhe një herë, i hapim në të njëjtën mënyrë dhe ju japim përsëri formën rumbullake. Që ju kemi dhënë formën gjithë brumit, e vendosim tani në një tigan vajin që të na ngrohet mirë dhe të vazhdojmë dhe t'i fërgojmë petullat. Pasi vaji është nxehur mirë, vazhdojmë tani këtu t'i shtojmë petullat. I rrotullojmë nga ana tjetër me kujdes, pra po e vreni sa shumë që fryhen këto petulla.